ëndra tuaja ndoshta të bashkëpunoni edhe ju me Ibrahim Tatlises? Se jo, Zotri Kemali është bisedime për këto gjëra. Nuk do t'i shpalosim, nuk t'i thuem gjitha, sepse do të shohim si do vijojnë gjëra, të cilat janë duke shkuar në rrugtimin e mirë, por Zotri Kemali i ka kontaktet dhe gjërat po shkojnë shumë mirë deri tash. Më vjen shumë mirë dhe shpresoj që m'ju pa sa më lartë. E kemi pa që kohëve të fundit ka shumë kosovarë shqiptarë që atje kanë bo bujt shumë të madhe në Stamboll. Zotri Kemal, në studio, cili jeni më kërkues dhe cili më tolerant? Kemal Bey, studioda beraber çalışınca en fazla tolerans gösteren ve en fazla böyle titiz olanı. Hepsi kendine göre çok titiz, hepsi kendine göre çok yani işlerini sevdikleri için aslında. İşlerini seviyorlar, o yüzden de böyle titiz olmaları çok normal. Dua të them që të gjithë janë të kujdesshëm dhe nga që të gjithë duan që gjithçka të shkojë shumë mirë, të gjithë kanë kërkesa shumë të larta. Në këto bashkëpunime, a është më vështirë të përshtatësh ju me stilin shqiptar, apo shpati me stilin turk? Daha zor olanı hangisi? Acaba siz mi işte Şıpat'a böyle uyum sağlamak yoksa Şıpat Bey mi size uyum sağlaması? Herhalde ben biraz zorum. Mendoj që unë jam pak më i vështirë. Çünkü proje